Kostoja e jetesës në Maqedoninë e Veriut po vazhdon në trendin e rritjes, duke rënduar edhe më shumë buxhetin e familjeve. Sipas llogaritjeve më të fundit të lidhjes së sindikatave të Maqedonisë, vlera e shportës minimale sindikale për muajin dhjetor ka rritur në 65.492 denar. Kjo shifër shënon një rritje prej 319 denarësh, krahasuar me muajin nëntor, kur e njëjta shport kushtonte 65.173 denar. Situata bëhet edhe më alarmante për familjet që nuk posedojnë banesë. Nëse llogaritet të qiraja për një banese prej 60 metra shkatror, shuma e nevojshme për të mbijetuar muajin rritet në 80.867 denar. Analiza e strukturës së shpenzimeve konfirmon se pjesa dërmuese e buxhetit familjar shkon për nevojat bazike. Ushqimi dhe pijet mbetet pjesa më e vështirë financiare me shpenzime prej 23.640 denar. Për arsim shpenzohen 7.159 denar, ndërsa për shpenzime komunale përfshir ujin, energjinë elektrike, ngrohjen dhe mirëmbajtjen e ndërtesës janë të nevojshme 6.130 denar. Për veshmbathje kërkohen 5.875 denar, për transport 4.636 denar, ndërsa për higjienë personale dhe shtëpiake 2.620 denar. Pjesa tjetër e mjeteve shpërndahet për komunikime, hoteliri dhe restorante. Përballë këtyre shifrave, sipas LSM-s, pushteti ekzekutiv ka paralajmëruar ndryshime në mënyrën e matjes së shpenzimeve. Zëvendës Ministri i Ekonomisë dhe Punës Marian Risteski bën të ditur se nga 1 janari, paralelisht me sindikatat, edhe qeveria do të hartojë llogaritjen e saj për shportën mesatare të konsumit për një familje 4 antarëshe. Detajet e kësaj metodologjie të re pritet të diskutohen në mbledhjen e ardhshme të Këshillit Ekonomiko-Social, e cila është caktuar të mbahet të hënën më 22 dhjetor.